Kishin kaluar 2 vite nga marrëveshja e Udebijës, kështu që tash dikur ishte marrëveshja që fiset mund të bënin lidhje me njeri tjetrin, lidhje miqësie, lidhje tregtie, dhe fisi Uza kishte lidhje miqësi me muslimanët. Ndërsa fisi Benu Beker kishin lidhje miqësi me idhujtarët. Se këta dikur kishin qenë edhe në armiqësi me njeri tjetrin. Ndërkohë fisi Benu Beker e sulmoi shumë keq fisin Uzaj. Edhe këta për t'i shpëtuar konflikteve të mëdha, shkuan dhe u strehun në Qabe. Sepse Qabja ishte një vend ku ndaloi vrasja, ndaloi konfliktet të tjera dhe shkuan atje. Mirë po, fisi Benu Beker nuk i përfilli këto rregulla, dhe shkuan dhe vran një shumicë të madhe të fisit Uza. Kështu që këta ishin në një pozitë shumë të keqe, se shumë njerëz u vranë dhe vendosën sado kudo që këtë çështje, me qenë se ishte marrëveshja e Udebijës, si thonë se është prishur, po ajo ende ekzistonte, dërguan një delegacion të pejgamberin e Medinë. Bile njeriu nga fisi Uza që shkoi atje, i tha: "O profeti Zotit, ne kemi dashuri ndaj Islamit, kemi dashuri ndaj teje. Pra, si profeti Zotit po të kërkojmë që të na ndihmosh në këtë çështje, sepse ata na kanë sulmuar dhe na kanë vrarë në vendin e shenjtë në Qabe." Muhameti u mendua gjatë, i dërgoi njerëzit në Mekë dhe ju tha se marrëveshja e Udebijës ka filluar të prishet, kështu që në këtë rast ju po e prishni marrëveshje. Se ne kishim marrëveshje mirë, po kishim marrëveshje që për 10 vite mos ketë luftë ndër fise, ndërsa ju e prishet. Kështu që tani e tutje gjërat do shkojnë shumë keq. Edhe u kthyn lajmtar të pejgamberit, tregun, Ebu Sufjani dëgjoi edhe mbledhi këshillin atje dhe bisedoi me ta dhe tha: "Nuk keni bërë mirë, se pejgamberi nëse prishet marrëveshja, ne do të na prishen shumë punë, edhe marrëveshje, tregtie, miqësie që kemi pas me muslimanet edhe me fiset tjera në Medinë. Sepse atëherë zhvilloi një tregtie dhe sado kudo kishin dëshirë të kishin këto marrëdhënie. Edhe Ebu Sufjani zbriti nga Meka në Medinë, e kërkoi pejgamberin Muhamedit alayhis salam dhe i tha se unë jam në kondita. Muhamedi nuk e priti dhe tha: "Për këtë punë nuk kemi pse bisedojmë, marrëveshja e Udebijës është prishur." Ebu Sufjani trokiti në derën e Ebu Bekrit, trokiti në derën e Aliut, trokiti të Fatimja, edhe ju kërkoi që ta ndihmonin, që ta rikthenin marrëveshje. Mirë po këta, pa lejen e Muhamedit alayhis salam, nuk mund t'i premtoni Ebu Sufjanit asgjë, dhe kështu Ebu Sufjani i dëshpëruar u kthy në Mekë. Pejgamberi ishte një njeri mirë bërës, ishte mëshirë bërës, edhe ai do ta kishte pranuar, do të thotë, Ebu Sufjanin, mirë po kur njeriu njëherë
do të thotë nuk e pranon marrëveshjen, injoron bisedat që i kanë pas, atëherë ai nuk dëshiron të do të thotë të ketë marrëdhënie me idhujtarët e Mekës. Kështu do të thotë kalun ditët, kalun netet, kalun mujt dhe vërtet marrëveshja e Utebijës tani fare u prish njëherë e përgjithmonë. Muhamedi a.s. dërgoi me gjithë këto që kishte vendosur të mos ketë marrëdhënie me Mekasit, me udhëtarët, megjithatë vendosi të dërgoj një njeri te Ebu Sufjani dhe me qenë se i kesh premtu fisit Huza se do të ndihmonte, ju dërgoj fjalë dhe ju tha, shikoni, keni 2 kondita. Nëse mi pranoni këto kondita, ne përsëri mund të kemi marrëdhënie. Njëra prej konditave është se ju duhet të paguni të gjitha gjaqet që i keni bërë në Qabe. Përveç pagesës, kondita tjetër është se do të thotë me këtë marrëveshje nuk do të keni më vrasje në fisin Huza. Mirë po ata përsëri nuk pranuan dhe pejgamberi vërtet kishte të drejtë që nuk e kishte pranuar bisedën me Ebu Sufjani. Mbas këtyre bisedave, ishte muaj Ramazan, dita 10, viti 8 i emigrimit. Muhamedi kishte biseduar me këshillin e tij edhe tha se ne pa tjetër duhet ta marrim Mekën. Ta marrim Mekën dhe këshilli, plesia, të gjithë u përgatitën dhe u bën thuja 10.000 luftarë. Muhamedi nuk kishte dëshirë të luftonte, por me qenë se ata kishin prish marrëveshjen, nuk e kishin dëgjuar fjalën e tij, ai kishte vendos të shkonte në Mekë. U nisën nga Medina dhe u afruan do të thotë afër Mekës. Mirë po kur u afruan afër Mekës, pejgamberi ju tha, ndani në grupe të vogla, tash po vjen mbrëmja, do të pushojmë. Mirë po secili grup e ka për detyrë ta ndezë nga një zjarr. Edhe grupet e vogla fillon i ndezën zjarret. Ebu Sufjani do thotë kishte mbet një prej udhëhecëve ushtarak në Mekë dhe ai i kontrollonte vijat e qytetit të vet Mekës dhe i pa zjarret. Ato ju duken shumë zjarre. Edhe u kthy te shokët e tij dhe tha se Muhamedi na ka rrethuar me shumë luftetarë. Ata kanë ndezur zjarre dhe unë kam frikë që dalim përballë, sepse numri i tyre në bazë të zjarreve është aq i madh. As i madh sa ne nuk do të mund t'i bëjmë ballë gjithë asaj ushtrie. Kështu që unë jam i mendimit të shkoj vetë te Muhamedi, bisedoj me te se si do t'ja bëjmë. Ebu Sufjani shkoj te Muhamedi edhe i tha pas gjitha kundërshtimeve që kemi pas, që isha një kundërshtar i madh i juaj, kam vendos të pranoj Islamin. Kam vendos me pranu Islamin me një kush, që njerëzit e Mekës të mos i prekni.
Muhamedi tha, unë nuk kam ardhur me qëllim për të vrarë asnjë njeri. Unë kam ardhur në vendlindjen e tij që Meka të hyjë në sundimin tim. Ebu Sufjani tha, e pranoj. Muhamedi tha, duhet të kthehesh në qytet, tu tregosh njerëzve. Tu tregosh njerëzve se ata që vinë në shtëpinë tënde, ata që shkojnë në Qabe, ata që rrinë nëpër shtëpijat e veta, kur të hinë ushtria ime, nuk ka me prek asnjë Mekas, asnjë njeri tuaj. Nëse i përmbani këty në konditave, ne marrëveshjen e kemi dhe unë do të hyj me ushtrinë time në Mekë. Ebu Sufjani tha, pajtohem dhe u kthy në qytet dhe ju tha njerëzve që jeni të lirë të rini në shtëpitë tuaja, jeni të lirë të vini në shtëpinë time, jeni të lirë shkoni edhe në Qabe. Kështu Muhamedi, me ushtrinë e tij, hyri në Mekë, pa e përdorë shpatën, s'ka vërtet, a ishte kundër vrasjeve, kundër akmarrjeve. Po me përjashtim, një 2-3 lëvizjeve vogla në qytet, do më thonë, djali i Ebu Gjendelit e kundërshtoi, do më thonë, mirë po u kriju një vrasje e vogla aty dhe u vran 19 idhujtar dhe 2 musliman. Mirë po u bë paç. Tash, pejgamberi shkoi në Qabe. Hyrin në Qabe dhe të gjithë idhujt që ishin mrena në Qabe i shkatroi. Kjo ishte detyra e parë kryesore që idhujt të mos kishte brenda as jashtë në Qabe. Edhe tha, erdhi e vërteta, po hiqet gënjeshtra, po vjen liria, po largohet robëria. Edhe me këtë rast, pejgamberi e mori avdesin edhe i bëri 2 rekate namaz në Qabe. Kjo ishte një ngjarje shumë e madhe që pejgamberi t'i kujtoi ato ditët kur ai veti dyti ishte larguar nga Meka në errësirën e natës për të vajtur në Medinë, kurse tash u kthy me një ushtri të tërë. Ky ishte suksesi i tij dhe natyrisht edhe shumicës e muslimanëve që ishin vendas në Mekë, shkuan nëpër shtëpitë e tyre. E kjo do thot është një ngjarje e cila vërtet i ka dhënë fuqi Muhamedit alayhis salam të shtrinë ndikimin e tij në qytetin e tij të lindjes. Njeriu në të drejtën kur është, pa tjetër se fiton. Pra, ai kishte qëllimin që të mos vrante njeri dhe këtij qëllimi e realizoi duke e lutur të madhin Zot që i ndihmoi që të shtri Islamin dhe t'i falen vetëm Allahut, i cili ishte një dhe nuk duhej adhuruar as idhujt, as kusht tjetër. Kjo pra ishte mesazhi i pejgamberit që e dha për popullin Mekas. Besoj se i ke të qarta të gjitha këto. Ndërkohë, bia ime mund pushosh. Nata ndoshta ka kaluar bukur do kohë. Kështu që unë për këto tregimet falenderoj shumë, falenderoj nga zemra, se ti vazhdimisht e ke falenderuar edhe Allahun, kështu që unë jam e kënaqur
se tregimet e mia kanë bërë një përshtypje të madhe, se unë pres që një ditë të jesh një vajzë rritur, një vajzë e dëgjueshme dhe një vajzë shumë e dashur për gjithë muslimanët. Pra faleminderit e natën e mirë. Hajde, natën e mirë. Natën e mirë, baba.